përgatitja më e mirë dhe lufta më e madhe është lufta jonë me vetveten. Për këtë arsye edhe pejgamberi sa më ka thënë një ditë, tha wal mujahidu man jahada nafsuhu. Mujahid i vërtet është ai i cili fiton luftën me vetveten e tij. Pra kemi një luftë madhe me vetveten tonë. Atë duhet ta fitojmë. Ndaj asaj duhet të jemi fitimtar. Pastaj këto gjërat e tjera nuk është se kanë vlerë të madhe. Edhe sikur mos marrësh asgjë, çfarë problemi ka? Puna është si e ke ti raportin me Zotin, si e ke raportin me vllajën, si e ke raportin në familje. Kjo është lufta më e madhe e jone, lufta me vetveten, lufta me egon, lufta me lakmin, lufta me le të themi pasionet, me dëshirat, me epshet le të themi negative. Kjo është lufta jonë e vërtet, ndërsa pjesa tjetër pastaj është çështje e zgjidhshme. Mirë po njeriu është i prirur që të angazhohet me gjëra të cilat nuk janë fort të rëndësishme dhe të lëri gjërat e rëndësishme masdore, domethënë siç është rasti në fjalë.